Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësin të ndiqni. Gjirokastra për këtë sezon turistik do të ketë një qendër shëndetësore për t'ju përgjigjur problematikave shëndetësore emergjente që mund të shfaqin turistët gjatë qëndrimit në qytetin e Gurt. Ajo do të funksionojë deri në fund të shtatorit. Qyteti i Gurt shpërtheu në ngjyra muzike rite, ishte spektakli dasmës tradicionale gjirokastrite, i risjell ashtu siç të parët e kujtojnë, duke renditur në një prej krenarive të shumta të gjirokastritëve. Një çift nga Gjermania, Agmen dhe Lori, kanë zgjedhur të zbulojnë bukuritë e jugut të Shqipërisë me rulotën e tyre. Gjatë udhëtimit ata janë dalur në Sarandë dhe Ksamil, të cilat i cilësojnë si ndër destinacionet më mbreslënëse, fal natyrës dhe mikpritjes dhe ushqimit tradicional vendas. Tashmë Gjirokastra ka fituar një traditë të veçantë në organizimin e eventeve kombëtare dhe ndërkombëtare në sporte të ndryshme. Të shtunën në Pallatin e Sportit u mbajt kampionati i 9 kombëtar i Natural Bodybuilding dhe Fitness. Ju njohim tani më gjerësisht. Gjirokastra për këtë sezon turistik do të ketë një qendër shëndetësore për t'ju përgjigjur problematikave shëndetësore emergjente që mund të shfaqin turistët gjatë qëndrimit në qytetin e Gurt. Ajo do të funksionojë deri në fund të shtatorit. Edhe Gjirokastra tashmë ka një qendër shëndetësore verore që do të ofrojë shërbim shëndetësor për turistët që këtë verë do të vizitojnë qytetin e UNESCO-s. Ngritja e saj u bë pas kërkesës së njësia vendore e kujdesit shëndetësor Gjirokastër i bëri Ministrisë së Shëndetësisë, nisur nga numri i vizitorëve që kanë kërkuar shërbim gjatë viteve të fundit në urgjencën e Spitalit Rajonal Omer Nishani. Kemi hapur me sukses qendrën shëndetësore turistike mu në zemër të qytetit tonë, pranë Kalas, në lagjen Dunavat, ku japim shërbim 24 orë me mjek dhe infermier të cilët janë përzgjedhur nga portali Mjek dhe Infermier për Shqipërinë. Kështu që unë jam shumë i lumtur që do të jemi në këtë situatë ku do të japim një shërbim karshi jo vetëm qytetarëve, por edhe turistave të shumë që vizitojnë edhe në orët e vona të natës Gjirokastrën dhe pazarin karakteristik, dhe shpresojmë që të kemi një sezon sa më të mbarë dhe më të shëndetshëm dhe shumë të sigurt për gjithë turistat që vizitojnë jo vetëm Gjirokastrën, por gjithë Shqipërinë. Kjo qendër shëndetësore do të funksionojë për 4 muaj me shërbim 24 orë. Qendra ofron shërbimet e urgjencës, kemi aparaturën e EKG-s, kemi matje tensioni, matje diabeti, parametrat vital jetik për një urgjencë për sa i përket momentit të pacientit, dhe më vonë ne jemi gjithmonë të lidhur me urgjencën kombëtare, por sidomos dhe me Spitalin Rajonal, ku në kohë reale ju e dini tashmë që kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe i referojmë tek Spitali Rajonal për specialitete më të mëtejshme. Ambienti është përcaktuar në qendrën shëndetësore të lagjes Dunavat për shkak të afërsisë me Kalan, por edhe me pazarin karakteristik, ku edhe fluksi vizitorëve është më i lartë. Qyteti i Gurt shpërtheu në ngjyra muzike rite, ishte spektakli i dasmës tradicionale gjirokastrite, risjell ashtu siç të parët e kujtojnë, duke renditur në një prej krenarive të shumta të gjirokastritëve. Dasma gjirokastrite, siç thuhet edhe në studimet etnografike, është një spektakël i pasur që shtrihet në kohë dhe hapësirë. Një e tillë u realizua në qytetin e UNESCO-s me të gjithë elementet dhe rritet që e bëjnë atë unike. Për organizatorët ky event synon mbajtjen gjallë të kësaj pjese të çmuar të identitetit ton kombëtar, por edhe prezantimin e tij tek turistët e shumtë që e vizitojnë Gjirokastrën. Kishte për qëllim që këto rritet i rikthehen të rijetëzohen të plota dhe natyrisht kanë dhe një qëllim tjetër që t'i shërbejnë edhe rritjes vazhdueshme të numrit të turistëve që vizitojnë Gjirokastrën, që kjo pjesë e shkëlqyer, do të thosha, e identitetit ton kombëtar të jetë, si thua, një pjesë e argëtimit dhe mënyrës se si këta turistë mund t'i kalojnë ditët e tyre të qëndrimit në Gjirokastër, duke i shoqëruar me evente të kësaj natyre. Ky event bëri bashk artist popullor të Gjirokastrës e Libohovës që i dhanë gjallëri këtij spektakli.
Gjirokastra ka shumë zakone të bukura, ka shumë rite dhe menduam që këtë radhë t'i vënim në dukje. Jam shumë i kënaqur me këtë fillim kaq të bukur për ditët e turizmit ton, edhe mendoj se shkoj për bukuri. Me ndihmën e shokëve të grupit tim, Argjiro, me fëmijë edhe me asamblin Libohova, bëm një bashkëpunim shumë të mirë. Riti hollimit të baklavave, dita e vetullave, nata e brumit, riti kënas, dita e nuses, riti berberit, veshja e dhëndrit, janë disa prej zakoneve më të njohura dhe të përdorura në dasmën gjirokastrite, por që nga viti në vit po zhduken. Një qift nga Gjermania, Agmen dhe Lori kanë zgjedhur të zbulojnë bukuritë e jugut të Shqipërisë me rulotën e tyre. Gjatë udhëtimit ata janë dalur në Sarandë dhe Ksamil, të cilat i cilësojnë si ndër destinacionet më mbreslënës e fal natyrës, mikpritjes dhe ushqimit vendas. Sipas tyre, Shqipëria është një thesar i fshehur që ja vlen të zbulohet nga turistët që kërkojnë përvoja unike larg turizmit masiv. Agmen dhe Lorik janë një çift nga Gjermania që kanë zgjedhur të eksplorojnë Shqipërinë në një mënyrë ndryshe, me rulotën e tyre, duke udhëtuar nga Gjermania drejt jugut të vendit. Me dëshiren për të përjetuar vende të reja dhe për të qenë sa më afër natyrës, ata kanë zgjedhur të ndjekin një itinerar të pasur me ndalesa përgjatë rivierës shqiptare. Rulota është mënyra jone preferuar për të udhëtuar, sepse na lejon të jetojmë ngadalë dhe të shijojmë çdo vend që vizitojmë. Na pëlqen të dalemi në fshatra të vegjël, të takojmë njerëz vendas dhe të përjetojmë kulturën nga afër. Kemi zgjedhur të udhëtojmë me rulot sepse na jep lirinë të ndalemi ku të duam dhe të jemi pranë natyrës. Nuk kemi nevojë për hotele apo orare të caktuara. Është mënyra jonë për të eksploruar vende të reja. Gjatë udhëtimit të tyre, Saranda dhe Ksamili janë dy vendet që i kanë lënë më shumë bresa. Çifti shpreh i mahnitur nga bukuria e natyrës, mikpritja e vendasve dhe qetësia që kanë gjetur në këto zona. Vizituam shumë vende gjatë qëndrimit tonë në jug, por Saranda dhe Ksamili na lanë bresa të veçanta. Ishte era e parë që vinin në Shqipëri dhe nuk prisnin kaq shumë bukuri natyrore. Agmen dhe Lorik thonë se Shqipëria është një destinacion i pazbuluar ende për shumë të huaj, por që ofron përvoja të jashtëzakonshme për ata që duan aventura, natyrë dhe kulturë. Ata planifikojnë të vazhdojnë udhëtimin e tyre drejt qyteteve të tjerë të jugut, duke dokumentuar çdo përvojë me foto dhe video për t'i ndarë me miqtë e tyre. Në kuadër të javës së kulturës italiane në Sarandë janë promovuar librat e dy autorëve italianë, Simone Cristici dhe Giuseppe Palumbo. Ishte veprimtaria e parë e dimensionit ndërkombëtar që u zhvillua në qendrën rinore të Sarandës, përuruar vetëm një javë më parë. Simone Cristici e Giuseppe Palumbo u prezantuan me librat e tyre para një auditori në Sarandë. Unioni i Gazetarëve të Sarandës dhe Klubi i Kryesve Jonian bën promovimin e prozës Simone Cristici, titulluar Magazinat 18 të përkthyer në gjuhën shqipe dhe vëllimit me poezi të Palumbos në gjuhën italiane. Hekurana Lili, kryetari i Klubit të Kryesve Jonian, bëri një panoramë të vlerave autentike të prozës Magazinat 18 si një libër me rrëfenja dhimbjeje të shkaktuar nga genocidi historik mbi minoritetin italian në i përngjashëm me atë mbi popullsinë çame. Në librin Magazinat 18 bëhet fjalë për pastrimin etnik të italianëve në zonën e Distrias, që në vitin 1947 autori na thot që plagët e hapura ende kullojnë gjatë dhe duhet patjetër që të mos harrohen, të falen, por drejtësia të çojë në vend atë të drejtë të takon popujve. Guri Pashaj, njohës i kësaj ngjarje, tregoi për realizimin me të cilin historia vjen si letërsi. Në libër e gjejmë me rrëfenja nga më të thjeshta për të shkruar bukur në një stil të kuptueshëm, domethënë për të tërë. Sot ekziston ajo minorancë atje, ka rreth 20.000, por aty në libër tregojnë qartë tentativat që u bën nga komunistë jugoslav për ta futur atë territor në Jugosllavi, jo vetëm kaq, por edhe qytetin e Triestës. Me profilin e një krijueseje dhe kritike të letërsisë, Natasha Xhelili, që është njohëse e mirë dhe gjuhës italiane, vlerësoi se në vëllimin Unë besoj se një ditë, poeti napolitan Palumbo sjell ndjesi filozofike për të vërtetën, për jetën dhe të ardhmen.
Vetë titulli I librit, Io credo che un giorno, unë besoj se një ditë, janë të gjitha ato mendimet edhe futuriste, më të them, të autorit, që beson në një botë më të mirë, edhe më të pastër, edhe më të sinqert për gjithë brezat e ardhshëm. Promovimi I dy librave të autorëve italian ishte veprimtaria e parë e dimensionin ndërkombëtar që u zhvillua në qendrën rinore të Sarandës, për uruar vetëm një javë më parë. Ky promovim pasuroi kalendarin e aktiviteteve të zhvilluara në jugun shqiptar në kuadër të javës italiane të kulturës që shtrihet nga 1 deri në 8 qershor 2025. Në bashkinë e Libohovës, kjo periudhë përkon me një sezon intensiv për fermerët, të cilët janë të angazhuar me punët bujqësore dhe kujdesin ndaj të mbjellave. Për të mbështetur këtë proces, bashkia ka nisur investime në përmirësimin e rrugëve bujqësore dhe kanaleve ujitëse, me synim për të lehtësuar punën në terren dhe për të nxitur zhvillimin rural të zonës. Kjo është një periudhë e rëndësishme për fermerët e bashkisë së Libohovës. Aktivitetet bujqësore janë në kulm, ndërsa të mbjellat kërkojnë kujdes të shtuar dhe angazhim të vazhdueshëm. Fermerët punojnë çdo ditë për të siguruar prodhimin dhe cilësinë që kërkon tregu. Në territorin e bashkisë Libohov, fermerët kryesisht kultivojnë kulturën e misrit, e cila në këtë fazë kërkon shërbime si dhe plotësimet plotësuese. Në shërbimet janë shërbimet ndaj luftimit të barrave të këqija, si dhe kultivimet e ndryshme, si dhe plotësimi I nevojave ushqyese me plehërim plotësues, kryesisht me lëndë azotike. Përdoret kryesisht plehu I urres. Në këtë fazë, kultivimi ka përfunduar, kultivimi I parë I kësaj kulture dhe vazhdon kultivimi I dytë. Për të lehtësuar punën në këtë periudhë intensive, Bashkia e Libohovës ka nisur investime konkrete në përmirësimin e infrastrukturës bujqësore. Ndërhyrjet përfshin rehabilitimin e rrugëve që të çojnë drejt parcelave bujqësore, si dhe ndërhyrje në kanalet ujitëse për të garantuar vaditjen e tokave. Është hartuar një plan që nga bregu I liqenit Doftis deri në kufirin administrativ me Bashkinë e Dropollit në fshatin në Pravisht. Rrugët e blloqeve janë planifikuar për ndërhyrje, pasi këto gjatë periudhës së dimrit kanë qenë dëmtuara dhe në 2 blloqe rrugët janë riparuar, riparimi është I pjesshëm sipas nevojës dhe gjendjes aktuale të rrugës. Sistemi I ujitës është në kushte normale. Kanali Vëddi që furnizon fermerët tanë është në gjendje normale, ka nevojë për ndërhyrje. I jemi drejtuar bordit I cili administron këtë kanal dhe ndërhyrjet më emergjente janë kryer. Përgjigjja nga bordi na është dhënë që kanali është funksional. Këto masa synojnë të rrisin mbështetjen për fermerët dhe të nxisin zhvillimin rural në zonë. Përmirësimi I kushteve të punës në bujqësi jo vetëm lehtëson jetën e fermerëve, por edhe inkurajon ata të qëndrojnë në tokat e tyre dhe të vazhdojnë prodhimin vendas, duke I dhënë një shtys ekonomisë lokale. Shqipëria ka barazuar pa gola ndaj Serbisë në duelin e vlefshëm për kualifikuesit e botërorit, pavarësisht rasteve të shumta ku qezint nuk ja dolën të marrin 3 pikët. 2 rivalet për vendin e dytë në grupin K u ndanë në paqe pas 90 minutave, ku nuk prodhuan shumë raste emocionuese. Me veprimet në fushë duk qartë që secili prej trajnerëve mendonte më shumë për të mos e humbur këtë takim delikat. Shkëndinë e parë dhe Serbia me Živković në minutën e 6, që gjuajti më të majtur nga jashtë zonës dhe Strakosha disi I pasigurt, grushtoi duke nxjerrë jashtë topin, por kuqezin të përgjigj Mitaj, me një gjuajtje të fortë nga distanca. Petrović grushton në pozicion. Pas disa minuta të mira shpesh të paarritshëm, momenti kryesor I pjesës së parë erdhi pikërisht në minutën e 45. Kur Hysaj del në aksion nga djatha, pason për brojën për topi rikthehet sërish pas ndërhyrjes së tretë, Serbia ka rastin e parë dhe të vetëm të ndeshjes, kur Mitrović zgjuan me kokë dhe Strakosha fluturon, duke I mohuar golin ngjitur me shtyllën. Silvinjo ndërhyn me Serbia duket e lodhur, por zgjohet disi pas minutës së 80, ndërkohë që mbrojtja shqiptare është në lartësinë e dur. Në minutën e 91 sërish mundësi për kuqezin me Bajramin që tregohet egoist dhe gjuan duke injoruar Daku në pozicion më të mirë. Radit më 11 tetor. Deri atëherë do të kujtojmë shansin e humbur nga Manaj. Tashmë Gjirokastra ka fituar një traditë të veçantë në organizimin e eventeve kombëtare dhe ndërkombëtare në sporte të ndryshme. Të shtunën në Pallatin e Sportit u mbajt kampionati I 9 kombëtar I natural bodybuilding dhe fitness.
Në qytetin e Gjirokastrës u zhvillua edicioni 9 i kampionatit kombëtar të Natural Bodybuilding and Fitness. Pjesëmarrës në këtë kompeticion ishin 12 sportistë dhe sportiste nga zona të ndryshme të vendit. Si për çdo vit unë organizoj kampionatin kombëtar Natural Bodybuilding. Është shoqatë sportive që kemi 9 kampionate që kemi zhvilluar. Ky është i 9-i. Kemi 12 pjesëmarrës që konkurrojnë që nga mosha 16 vjeç. Pjesëmarrësit shprehin emocionet për garën që promovon sportin për një trup të bukur dhe të shëndetshëm. Kam marrë pjesë në kampionat bodybuilding, kjo është hera 4 që marrë pjesë, por mua është një kënaqësi dhe pëlqen shumë ky sport, që të marrë pjesë në këtë lloj garësh, në këtë lloj kompeticione. Po si për herë ka emocionet e veta, ndoshta edhe vihere se sa emocionuar isha, sepse nga njëri event në tjetrin njeriu ka vështirësitë dhe sfidat e veta dhe kur konkludojnë aty në atë sken ka emocionet e saj, po përvojë e bukur si për herë, shumë përvojë e bukur. Është hera e dytë që marr pjesë edhe jam pa këto emocionet e garës është normale. Tashmë Gjirokastra ka fituar një traditë të veçantë në organizimin e eventeve kombëtare dhe ndërkombëtare në sporte të ndryshme. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë miru pafshim.